Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu taslimi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yawmiddin. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghayb wash-shahada أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم أمرنا الله تجد مشيش من مشيروسد falënderimet e takojmë vetëm Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kemi folur për disa xhuma rreth namazeve nafile, Namazet nafile janë ato namazet të cilat nuk janë obligim për besimtarin, mirë po shpërblimin e kanë të madh tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ajo që ka obligim besimtari janë 5 kohët e namazit. Ajo që është obligimi për të cilën ka gjunaf, ka dënim tek Allahu subhanahu wa ta'ala nëse robi i neglizhon ato, janë 5 vaktet e namazit. Namazi i sabahut, namazi i drekës së leja, namazi i kindis, namazi i akşamit dhe namazi i yatis. Këto janë 5 namazet të cilat i ka po obligim Allah subhanahu wa ta'ala robëve të tij kur ka shku profeti sallallahu alaihi wasallam në Mi'raj, kur është ngritur i dashuri i Allahut sallallahu alaihi wasallam në qiell. Ndërsa namazet e tjera, faljet e tjera, sikur se ka thënë i dashuri sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk më afrohet mu robi, një hadith kutsi, nuk më afrohet mu robi në diçka shtesë, pra përveç farzit, vetëm se unë do ta duaj atë. Do thënë, do t'jetë dora e tij që ecën, syu i tij që shikon pra, do të shikoj, do ta marrë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe do t'i japi një gradë të lartë. Edhe ka gradë më të lartë se sa dojë Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe t'i thiri Gjebrailit alayhi salam që unë du filanin, prandaj duja të ti atë, derisa t'i zbresi pranimi në tokë. Edhe do e gjesh robin i cili nuk shikon haram, nuk po zullum me dorën e tij, me gojën e tij, pra bëhet sa më larg haramit. Pse? Sepse është shumë afër me Allahun subhanahu wa ta'ala. Prej namazeve nafile kemi një namaz që quhet namazi i eklipsit. Ka not në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam kur i ndroi jetë të dërguarit Allahu çuni, ndroi jetë djali i tij Ibrahimi. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam fëmijë Ibrahimin e ka pasdash fort, sepse edhe i ngjante më shumë. Mirë po, caktimi i Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ndron jetë. Dhe në atë kohë ndodhi eklipsi. Në atë ditë ndodhi eklipsi dhe fillon njerëzit duke thënë: "O eklipsi nga që dish djali profetit sallallahu alaihi wasallam." Ndodhi eklipsi, e lidhën direkt ngjarjen. Edhe kështu ndodh shpesh herë me shumë njerëz. Edhe në ditën e sotme. Ndodh që dikujt t'i ndodhi diçka, një mirësi, ky pas ka qenë rob i mirë. Direkt do gjykoj, ose për të kundërtën. Edhe nuk duhet njeriu që t'i lidhë gjonat me njëra tjetrën. Ndodhi i mirësi prej Allahut subhanahu wa ta'ala, falënderoj Allahun. Ndodhi i diçka, mos e lidh me një punë tjetër, po thojë sot na fal, nëse ndodh diçka e keqe. Dhe sikur se transmetohet në hadithin e saktë tek Imam Buhariu dhe Muslimi, që tregohet ngjarja thotë: "Khasafat ash-shamsu fi hayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. Ndodhi eklipsi në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe I dërguari I Allahut doli në xhami. فقام وكبر وصف الناس وراءه. Ngrit, do të thonë, në mihrab, në vendin e imamit, mori tekbir, zhrështoi safat, trashtoi xhamatin. فقرأ قراءة طويلة dhe lexoi gjatë. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam lexoi gjatë. Dhe në rivajet thotë se ka lexuar surën Bakara. Surja Bakara është 48 faqe. 48 faqe Kurani. Do mund të shkojë deri afër një ore leximi I kësaj sure. Edhe ka qenë leximi I profetit sallallahu alaihi wasallam, sikurse transmetohet nga sahabët medda, do thonë zjaste. Jo sikurse shpesh herë duket moshur në pak për namazet taravish, do të thonë që lexojnë shumë shpejt. Jo, profeti sallallahu alaihi wasallam I jep të hakun çdo shkronjë. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe ثم كبر فركع ركوعا طويلا. Pastaj ran ruku dhe qëndroi gjatë në ruku. Ra ruku profeti sallallahu alaihi wasallam pasi qëndroi gjatë në këmbë, lexoi gjatë, edhe në ruku qëndroi gjatë. ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى. بس ngrit profeti sallallahu alaihi wasallam nga rukuja, lexoi përsëri Kur'an. Pra, ne dim që kur falim namazin normal, pra bin ruku, gremi nga ruku e bin sejdë. Mirë po këtu ke namazi e eklipsit ka një veçori tjetër. Profeti sallallahu alaihi wasallam ra në ruku, pasi u ngrit nga rukuja, filloi të lexojë përsëri Kur'an. Mirë po, në këtë pjesë të dytë lexoi më pak sa sa lexoi në pjesën e parë. ثم كبر فركع ركوعا هي أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم سجد. وفي رواية أخرى فأطال السجود. Pasi lexoi lexim më të shkurtër se herën e parë, ra profeti sallallahu alaihi wasallam në ruku dhe nuk e zgjati shumë atë. Pastaj u ngrit nga rukuja dhe ra në sejdë. Në disa rivajete thuhet se e ka zgjatur paksa sejdën. ثم فعل بالركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات أي 4 ركوعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. Thot, edhe bëri përsëri në rekatin e dytë, pasi ra në sejdë dhe u ngrit nga sejdja, ashtu sikurse veproi në rekatin e parë. Pra gjithë profeti sallallahu alaihi wasallam ra 4 herë në ruku dhe 4 herë në sejdë, tek namazi në këtë kohë, thonë në kohën e eklipsit. Pra 4 herë në ruku dhe 4 herë në sejdë. Dhe pasi dha selam, kishte mbaruar dhe komplet cikli I eklipsit. Kishte mbaruar komplet cikli I eklipsit dhe u ngrit profeti sallallahu alaihi wasallam dhe mbajti një hutbë të shkurtër, një fjalim të shkurtër, ku thotë: ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل. Ngrit, pasi madhëroi Allahu subhanahu wa ta'ala dhe falenderoi atës ashtu sikurse I takon në madhnisë së tij, tha I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله. Me të vërtet, hëna dhe dielli janë prej argumenteve të Zotit. Janë prej krijesave të Zotit që I ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala shenjë dhe argument për njerëzit. La yankhasifani li mauti ahad wala li hayati. Që t'u tregoj dhe t'u qartësoj çështje njerëzve, këto nuk e mbulojnë njëra tjetrën, se eklipsi I hënës dhe diellit është kur
del njëri nga planetet para tjetrit, del në hana para diellit, do kon dritën dhe nuk shitet. Pra, kjo gjë nuk ndodh se vdiq nga njoni ose lindi i tjetër. Pra janë thjesht argumentet të Zotit, argumente që i ka bërë Allahu subhanahu wa taala, dhe kanë punën e tyre, nuk kanë lidhje me vdekjen dhe lindjen e ndokujt. Pra të qartësohet të njerëzve atë thënien e tyre që ndodhi eklipsi sepse vdiq ndroi jetë djali i profetit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot: "Fa idha ra'aytumuhu ma fafza'u ila as-salah." Kur ju ta shikoni se po bëhet një ngjarje e tillë, thon po ndodh eklipsi, atëherë shkoni dhe faluni. Atëherë shkoni dhe faluni. Wa fi riwayatin fa idha ra'aytum dhalika fad'u Allaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Në transmetim tjetër të hadithit thuhet, kur ju ta shikoni një gjë të tillë, atëherë bëni tekbir, bëni tekbir, faluni Allahut subhanahu wa taala dhe jepni sadaka, Kjo ishte pak a shumë namazi i eklipsit, me e ditë si informacion, e lehtë është, ndoshta një pjesë e mirë nuk e kanë dëgjuar. Pra, falet me 2 rekate, dhe çdo rekat ka nga 2 ruku, 2 herë ruku, kurse numri i sejdëve